Kështu që këtu e kam fjallin që duhen marrë masat me të vërtet të repta. Unë nuk mendoj që është faji i këtij ministrit të drejtësisë pa dashur ta mbrojë, por është faji i sistemit, sepse kështu është shkrijuar, mendoj. Faji nuk e mban askush, po problemi është që ai mbetet jetim gjithmonë avokat. Problemi është që një nga institucionet më të mirë paguara në Republikën e Shqipërisë, që duhet përmendet, është shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve. Persa ato që punojnë tek shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve, nëse shikon janë bërë çik dhe si pashallarët e Shqipërisë. Sepse sot, për fat keq, kemi numrin më të pakt të veprave penale, qoftë administrative të regjistruara nga ky institucion, Republikën e Shqipërisë, kur në burgjet e Republikës së Shqipërisë, unë nuk e mendoj që është aq ster sa që bëri kolegu, por është pakzi. E vërteta duhet thënë në konceptin e faktit që duke i lënë në arrest punonjësit e policisë burgjeve për shkak të trajtimit me pagë, duke i lënë në arrest politikën antikorupcion në institucionet e burgut, pra nuk ka pas politika antikorupcion që në 2016, kur u arrestuan ja 2 doktora, nëse u kujtohet në burgjet, ato u kapën nga to emisionet investigative, se ndryshe nuk do të kishte pas fat kusht i gjente se si ato merrnin para në dorë për të dhënë këto leje shpërblyese që thot kolegu, por unë mendoj që shërbimi i kontrollit brendshëm të burgjeve është një nga institucionet më të padrejtuara ndonjëherë se sa sot në Republikën e Shqipërisë. Pra, duhet patjetër që të vijë drejtoria policia e shtetit, pra çështjen penale konkrete që sot po hetohen punonjësit e policisë burgjeve që janë disa dhe të ndaluar, cilët gjithashtu prezumohen pafajshëm derisa shprehet gjykata, por që janë persona në hetim dhe do të hetohen për të ngjarje konkrete, janë nga policia e shtetit, janë nga oficerët e policisë së shtetit dhe jo nga oficerët e shërbimit të kontrollit brendshëm të burgjeve. Pra, shërbimi i kontrollit brendshëm të burgjeve ka oficerët e vet, të cilët hetojnë çështjen konkrete. Unë kam pas ç'pun ka policia e shtetit? Pra, ku është policia e shtetit? Në rastin konkret, oficerët e policisë gjyqësore që kanë regjistruar çështjet penale janë oficerët e policisë gjyqësore pra prokurisë Durrësit. Po hetojnë, por duhet të jetë shërbimi i kontrollit brendshëm të burgjeve, oficerët e këtij shërbimi, të cilët duhet merren me hetimin e çështjes, duhet merreshin që përpara me hetimin e shumë çështjeve për mënyrën e organizimit. Jo policia e shtetit, drejt, po jo policia e shtetit. Jo policia e shtetit, thash shërbimi i kontrollit brendshëm të burgjeve. Pra, oficerët e policisë gjyqësore që janë oficerët e policisë pranë prokurisë Durrësit dhe pranë drejtorisë policisë, nuk duhet jenë ato oficerët të cilët duhet merren me hetimin e çështjeve, se po shkoj atje do thotë që ka rënë një institucion ndërmjetës që merret me kontrollin e sistemit të burgjeve. Pra në rastin konkret, ky institucion, që edhe për fat edhe drejtorët e këtij sistemi s'dihet si vine, si shkojnë, nga vine, nga shkojnë, por është një sistem i cili nuk është dëgjuar të ketë ndonjë politikë për sigurinë e burgjeve, kur mbas ngjarjes që ndodhi në Peqin, ku u vra person i dënuar i brenda në institucionin e ekzekutimit vendimeve, ishte drejtori i përgjithshëm i burgjeve, i cili e mori përgjegjësinë administrative duke dhënë dorëheqjen, dhe jo drejtori i shërbimit të kontrollit brendshëm të burgjeve. Kur në fakt, policia e burgjeve kontrollohet nga shërbimi i kontrollit brendshëm të burgjeve. Ato mjaftohen me raste sporadike, unë vetë kam bërë 2-3 kallëzime penale, 2-3 ankesa pra shërbimi i kontrollit të burgjeve dhe kam marrë thjesht përgjigje administrative, pa një hetim as minimal për çështje konkrete, të cilat janë në cënim të